Dhe Allah xhallahu ala çka thotë në rrugë. O men yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ai që ja ka frikën Zotit, ai që i ruhet harameve, i ruhet këqijave, bën punë mira, i bën Allahu rrugdale pika se mërmania edhe e furnizon Allahu xhallahu ala pika se mërmania. Dhe njerëz kanë për shembull me fal namazin kalkulon. Thot mu fal pobër, po tani mbien puna me shku këtu, tani zi çka bëj këtu, çka më thonë këta apo edhe ja mos kalkulo. Lej njerëz sot. Falë namazin, në Allah mbështetu, të bën Allah zgjidhje. Ka dikush për shembull që ka një problem me një punë të keqe, haram. Kalkulon. Me bo me lon, me bo me çka bëj. Leje. Allahu xhallahu të bën rrugdalje. Ai të bën zgjidhje atë. Mirë po njerëzit kanë qef që mas pari bën rrugdalje tani në lojë, ashtu s'ka aftë. Pse? Për shkak se Allahu don që rob me u punë për të Allahu xhallahu ala. Për të Allahut. Ka mundsi e lëni punë për të Allahut edhe sprovosh atë. Me të provua ekipën e më. Ama mundin Allahu sta umkur. Allahu xhallahu mundin sta umkur. E nëse në dunja të ndrozë gjindet punë e mirë çështë. Në dunja gjindet punë e mirë çështë. Të bën zgjidhje, ta largon një guri, një pengesë për rrugë, të bën zgjidhje Allahu për ta, çka ta merr më në ahiret. Një punë mirë që bëu dikon, ke harru, edhe të vjen situata e sikletshme ditë gjykimit, Allahu thot, e keni punë mirë s'ta kena hub. Çajo bëhet sebeb e të fut Allahu në xhenet atë. Andaj të ndrohet vëllazër, bën mirë edhe leja Zotit. Kaq. Ama bën mirë në stop. Largon nga punë të këqija, të dëmshme, ndaluara, edhe në Allah në bështetë. E Allah është ai i cili pastaj e din më mire kur, qysh, sa me shpërbly, ai e din. Ama një sani mi të bindën. Allahu xhallahu ala as kujt mundin e punët mirë nuk e hub. Që hub kërkujt. Prandaj besimtari është i qetë gjithmonë. Besimtari kur nuk zhgënjet. Besimtari kur nuk është i shqetësuar që e bona mirë, kur sot ja se ka këtë gale. Krejt dunjoja me e mohu, e me ignoru, ajo është i qetë në shpirt vet gjithmonë. Për bamirësinë që e ka bo, e se e din se Allahu s'ja hub mundin. Që bëtë më shumë? Allahu s'ja hub mundin.